6 vite pas rënjes së tërmetit, kryebashkiakja e Durrësit Sako ka bërë me dije se rreth 200 familje të mbetura të pastreha nga tërmeti shkatërrimtar 26 nëntori 2019 kanë marrë çelësat e apartamenteve të reja në sitin e Spitalës, ku me fondet e Emirateve të Bashkuara Arabe u ndërtuan 996 apartamente. Sipas kryebashkiakës, procesi i shpërndarjes së çelësave që nisi në muajin shtator vijon dhe se të tjera familje do të vazhdojnë të futen në shtëpitë e reja. Dhe kemi bërë një punë të madhe qoftë me shkollat, kopshtet, qerdet, janë bërë rreth 40 objekte të cilat sigurisht ne vetëm nuk do t'i ndërtonim dot me buxhetin ton, por kemi pasur një mbështetje të madhe nga qeveria dhe nga donatorët e huaj për programin EU for Schools. Nga ana tjetër janë rikonstruktuar një numër i konsiderueshëm objektesh DS4 dhe janë drejt fundit një pjesë e tyre, të cilat kanë filluar vitet e fundit. Dhe lajmi mirë është që prej shtatorit ne kemi filluar të ndajmë çelësat në lagjen e re të rindërtimit dhe rreth 200 familje kanë tërhequr tashmë çelësat e apartamenteve të reja. Jemi në proces, mendojmë që procesi do të përfundojë shpejt, sepse punojmë hap pas hapi me dorëzimin e çelësave nga ana e kompanive që kanë bërë ndërtimin, menjëherë bëjmë dorëzimin tek qytetarët dhe shpresojmë që lagja e re do t'i kthehet normalitetit, pra do të jetëzohet shumë shpejt. Ndërkohë i vetmi gjimnaz që ende nuk ka nisur së rindërtuari në Durrës për shkak të gjetjeve mjaft të rëndësishme arkeologjike që u evidentuan nga arkeologët gjatë gërmimeve, është ende në fazën e realizimit të projektit. Sipas Sakos, shkolla mesme Gjergj Kastrioti do të jetë i vetmi institucion arsimor në rajon që do të bashkëjetojë me një monument kulture. Nga tërmeti 26 nëndorit, 51 vetë mbeten të vdekur dhe mbi 3000 vetë u plagosen. Për nga shkalla e magnitudës, ky është tërmeti më i madh që ka goditur Shqipërinë në më shumë se 40 vjet.